Vallahi është tmerr i madh kur i shoh disa komente të muslimanëve, nuk po them tash secilit besimtar që është praktikues, se s'po du me besu që një besimtar i sinqert në Allah subhanahu wa taala e shon Jezusin, që i themi na Isaun a.s. A kupton? Nuk po muj me mendu një besimtar që mund me shajt Jezusin, a kupton? Se kushdo që e shon Isaun a.s. ai del pi fjesë Allahut azza wa jall. Allah po të thot mos me shajt dikë tjetër që adhurojnë idhujt, që adhurojnë dikë tjetër posa Allahut. E lërë mo ti mu qu edhe me shajt një pejgamber të Allahut. Pse? Sepse ata po na fyjen Allahun, po na fyjen të dërguarin ton Muhammedin a.s. Po na fyjen shejtrit tona, po i fyjen, edhe tash na mu qu dhe mja u shajt, mja u fy ato gjëra që ja adhurojnë ata. Mirë, nëse na ja shojmë ato gjëra që ja adhurojnë ata, çka bëjnë ata vëllezër? Domosdo kimi ja u qel derën që ata me ta shajt Allahun azza wa jall. Ai një zhvetin mirë o vllai jam në komente kur ata ta shajnë Allahun azza wa jall, para mendo, të merrosh ku ti sheh ato komente duke i shajt Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse një krishter që e beson fenë e vet, unë nuk di që mundet një krishter që e beson Zotin, që qohet edhe thot, apo e fyen Allahun, sepse në gjuhën arabe Zot i thënë Allah, edhe arabt krishter i thënë Allah. Dhe në i bie për e shon kryusin tënd. Apo? Ane mos të bomi sebe vllazni në për komente që ata me na shajt Allahun subhanahu wa taala. Po kjo nuk do me thonë që na, nëse nuk e shojmë Krishtin, nëse nuk e shojmë Trinin apo atë Trinitetin që e kanë, nëse nuk e shojmë na Biblën, nëse nuk i fyjem këto gjëra që i kanë të shejta, nuk do me thonë që na mos mi kundërshtu dhe mos mi kritiku gjërat që i kanë fenë e tyre, me argumente, me fakte. Veç ja qesim për para, Bibla, Ungjilli filoni, kjo bie ndesh me këtë. Këto veprimet e juja bin me Ungjillin ndesh. Triniteti bie ndesh këtë me këtë. Idhuj që keni brenda kisheve bie ndesh me këto versete të Biblës. Në këtë mënyrë e përdor dhe i godet me argumentet e tyre dhe pastaj ja jep edhe paralajmërimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala.